sot në studio kemi një të ftuar shumë të veçantë. Ai vjen nga Indonezia, por prej kohës jeton në Shqipëri. Ai ka rëmbyer zemrat e shumë shqiptarëve, jo vetëm se flet shqip, por ai dhe këndon. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Jam shumë e lumtur që të kam. Edhe jam shumë e lumtur që ftuar. Si lindi ideja për të ardhur në Shqipëri? Dhe prej sa kohësh jeton në Shqipëri tashmë? Totalisht 3 vite gjysmë, sidomos 4 vjet. Erdha këtu në 2021, por ktheheva në Indonezi për 1 vit. Nuk isha plan për kthyer, por ktheheva prap. Dhe tani jam student në një universitet këtu në Tiranë dhe kjo është viti parë për masterin. Okej, super. Pse zgjodhe pikërisht të jetosh në Shqipëri? Në fillim nuk kisha arsye të veçante, vetëm për shkak të bursën, por për tani, hera e dytë, vendosa vetëm, dhe unë doja të ktheja këtu, se më pëlqen më shumë Shqipëria, më pëlqen më shumë natyra të Shqipërisë, më pëlqen më shumë njerëzit të Shqipërisë. Çfarë të pëlqen më shumë në Shqipëri? Ushqimi? Jeta është shumë më qetësi krahasuar nga Indonezia. Edhe mund të jetoj me qetë, por edhe me modern. Modern? Balans. Super fare. Po, a ka diçka që të habiti më shumë tek shqiptarët? Në fillim, në mënyrë për të folur, se jemi nga Indonezia, ne flasim me zëri shumë i qetë, shumë i vogël, por këtu ne bërtasim, kemi zërin e lartë. E lartë, por tani jam përshtatur. Edhe ushqimi. Në fillim ishte shumë i vështirë, se unë nuk ha kosh, unë nuk ha buk me sup, unë nuk ha buk me oriz, unë ha buk vetëm me çokolata, edhe kosh është këtu i parë, i njës, që do tavolin ka kosh edhe buk, por unë nuk ha farë. Por tani qik më mirë. Cili është ushqimi që të pëlqen më shumë në Shqipëri? Nuk mbaj mend emrin, por për shembull fasule. Fasulja të pëlqen? Po, edhe burek me gjizë, edhe me salcice, me spinaq. Shi, paske, edhe mua më pëlqen bureku. Që do ditë unë ha, në mëngjes. Po tjetër çfarë han? Me çfarë ushqesh gjatë ditës tjetër veç burekut në mëngjes? Pilaf dhe fileto pule, edhe sup me pule. E kishe të vështirë të mësosh gjuhën shqipe? Ishte shumë i vështirë, se nuk kishte shumë resource në internet për të mësuar, edhe fjallore janë shumë të ndryshme nga gjuhën time edhe nga gjuhën tjetër. Unë besoj se unë besoj Shqipja është një gjuhë që më vjetër, edhe s'ka familjen, prandaj shumë i komplikuar, sidomos për gramatikore. Se në Indonezi, për shembull, kok vetëm kok. Subjekt, objekt, vetëm kok. Por këtu në gjuhën shqipe, kokën, kokëve, kokët, shumë për ta zgjedhuar është e vështirë. Po Shqipëria të pëlqen? Cili është vendi që ke vizituar në Shqipëri dhe të ka pëlqyer më shumë? Gjirokastra, Vlora, Shkodra, të gjitha. Edhe Dibra për Mallin. Ku je nga me origjinë? Unë jam nga Peshkopia, nga qyteti i Dibras. Nga Dibra. Unë kam qenë në Dibër një herë, dhe më pëlqen më shumë rruga dhe mall. Edhe me ata lumi. Lumi drin. Do ikim përsëri bashkë në Dibër? Pse jo? Në qytetin e Peshkopis. S'kam qenë në Peshkopis, por po, shkojmë bashkë. Tani, a ka ndonjë zakon Shqipëria që në fillim të zhdukur i çuditshëm? Çuditshëm s'ka, besoj. Se në Indonezi kur takua me njerëz, nuk si të thuash. Për qafe, për qafim. Për qafim, edhe me edhe ka shumë përshëndetje, si jeni, çabon që kemi. Si ke nga shtëpia. Në Indonezi, hi, halo, vetëm ashtu është.
Nuk përqafoheni? Nuk përqafeni dhe nuk Ja. në top është vetëm shake hands. Ashtu është. Ashtu. Por këtu në Shqipëri ishte shumë i çuditshme për mua, edhe se djali me djali nuk punon në Indonezi, por këtu normali. Të pëlqen tani kjo, e përdor ti këtë metodën që i takon mua? Po, është super për mua, edhe respektuar, besoj. Po. Shqiptarët kanë shumë respekt, por unë dua të di se sa mikpritës kanë qenë shqiptarët për ty. E ndjerë ndonjëherë si anash, si i bullizuar, apo ke qenë gjithmonë i ngrohtë, të kanë pritur me ngrohtësi të gjithë ato që ke takuar? Shumicën e kohës mikpritës, por unë kisha përjetuar një experience me si është rasizëm ose bully. Pa. Por ishte në fillim se unë nuk flisja shqip, por kur unë nisa për të folun shqipën, ata të jenë më mirë. Por në atë kohë unë nuk e di qa ndodhi, por ata vetëm çuna të vogla. Çuna të vegjël? Po, të vegjël. Por unë besoj ishte vetëm shaka. Shaka, Po. pa. S'ka Po ti bullying e se bote, seriozi. mor çfarë do të bullizojnë ty? Vetëm si. Nga që je i huaj, nuk Pa. je shqiptar, Po, kuptoj. edhe shko i vetëm ashtu. Po tani çfarë mendimi ke për shqiptarët? Për shqiptarët ju kam zemrën time. Se unë mbaj mend një herë në autobusi, në ditën e nënës, ishte një grua në autobusi, edhe më pyet, qa po bën këtu në Shqipëri? Edhe unë tash jam student, edhe ajo më jep mua lekët, se ti je student, ti ke nevojë për këtë sjell, edhe të uroj jetën të bëkofte. Super. It's like njëri i panjohur, zonja i panjohur, por ajo ishte shumë i mirë. Do me thënë, ky është momenti më i paharrueshëm. Pa. Edhe unë kam disa familjen, ata janë familjen të shokun tim, por unë tani si familjen ture. Për darkën, për drekën, çdo ditë një herë një javë për shembull. Edhe Ke është shok super. të ngushtë ti këtu? Po. Të ngushtë është më të mirë. Best friend. Pa, kam. Prandaj prindërit e ti tani si prindërit tim. Po familja jote ka qenë ndonjëherë në Shqipëri? Jo. S'ka asnjëherë. Të mbështesin, duan që të qëndrosh në Shqipëri apo duan që të rikthehesh në Indonezi? Tani nuk kam menduar për këthuer, se fokusohem në studi, në universitet, por kam mendje për të vizituar, por për të këthuer totalisht, nuk kam mendje, se të jam i sinqert, jam tani jam përshtatur këtu në Shqipëri, Nuk do të rikthehesh? se sa në qytetin tim në Indonezi. Do me thonë, kam qenë larg nga shtëpia ime për 10 vjet. Prandaj tani Pse ke qenë larg për 10 vite nga shtëpia jote? në fillim isha për shkollën, për se shkolla e mesme, vetmi, pa familjen, edhe kisha bursën në një qytet më të larg nga qytetin tim. Prandaj qyteti tim tani si unë nuk jam vendasit atje. Nuk e njoh gjëra. Kam shumë gjëra të ndryshe dhe njëri ka ndryshe, nuk e di, vetëm familjen time dhe ata që jetojnë atje. Gjithë të tjerë nuk e njoh tani. I njoh shumë gjëra këtu, edhe përshtatur me shumë gjëra këtu. Në fakt, unë doja të di se pse pikërisht zgjodhe të vish të studiosh në Shqipëri kur ti kishe mundësi të studiosh në çdo vend tjetër të botës. Po. Unë nuk kisha ide far
për të ardhur këtu në Shqipëri për të studiuar, por isha në gap pas shkolla e mesme për 2 vit, unë nuk shkova në universitet, edhe kam një ofron nga Taiwan, por edhe kishte një ofrohej për bursën për Shqipëri. Unë në atë kohë doja të shkoja shumë në Evropë, edhe Shqipëria paka shumë është në Europë, prandaj unë zgjidhja. Edhe pastaj kërkoja disa informacion nga internet, edhe disa informacion më thanë që Shqipëria është super, dhe vendosa për të ardhur. Ke miq nga Indonezia në Shqipëri? Po, për student jo, por ata që punojnë këtu. Jemi 70 ose 80, po, se jemi në një grup WhatsApp-in. Si është një ditë normale për ty në Shqipëri? Zgjohesh në mëngjes? Si vazhdon rutina jote? Rutina ime në mëngjes, ha mëngjesin. Burekun? Burekun. Edhe shkoj në universitet, edhe ktheva, bëj video për të kënduar, edhe bëj disa editing, edhe fle, dhe vazhdo ashtu është. Po jetën e natës e frekuenton ti? Në natës vetëm takoj me disa shokut, por shqiptar, se në natë unë nuk kam, unë nuk kam... Besim? Jo, unë nuk kam njëri nga Indonezia që nuk mund të takojmë në natë, vetëm me shqiptar, për kafe, ose vetëm për eci. Po në klab nuk ke qenë në klab? Jo. Nuk të pëlqejnë klabet? Shko në gjami unë. Në gjami. Bravo! Sa mirë! Edhe në park, të liqeni. Të liqeni, të pëlqen aty të liqeni, është qetësi. Edhe për perëndimin, edhe super. Edhe perëndimi është bukur. Do me thënë ti që je person i qetë që pëlqen perëndimin, ecjet. Nuk je person i zhurmshëm që pëlqen klabet. Jo. Por nëse unë më duhet unë nuk më pëlqen zhurmë kur nuk është në sken. Kur jam në sken, jam në rregull. Po ti thej që unë shkoj në xhami. Po. Je besimtar? Po, jam. Se jemi në Indonezi, majority jemi muslima. Jeni muslima? Po. Po alkohol pin ti ndonjëherë kur del me shoqërinë? Jo, alkohol jo, sigaret, duhani jo, prandaj këtu në shokët e mi këtu në Shqipëri, pse nuk pi duhan, pse nuk s'ka arsye e veçante, se nga kur isha fëmijë deri tani s'kam provuar. Se ke provuar? Po. Edhe nuk kam nuk kam dëshirë për të. Po. E kuptoj. Po femrat shqiptare të pëlqejnë? Ata janë e bukur si ti. Bukur, zgjuar. Super, edhe mikpritës, edhe kam një shoqja nga ajo është nga Kuksi, edhe një tjetër nga Saranda. Ata janë shumë të mirë, se kur kam koha më të vështirë, ata gjithmonë më ndihmojnë. Po tani, pse nuk u thua publikut ton të dashur që sot të shtuar dhe një shoqe tjetër? Në shoqe tjetër, po. Sot kam shoqe tjetër, ajo është nga Dibran. Por, si keni emrin? Unë jam Klea! Klea jam Kimi. Sa i bukur je, mërdial. Faleminderit, edhe ti. Edhe më ke dhënë një vibe shumë pozitiv. E di ti që emri emisionit tim quhet Vibe. Aha. Çfarë vibe të dha? Energjik. Energjik. Po, hajdeni. Valle. Bashkë. Tani, ti edhe këndon shqip. Po. Po. Okej, si lidi dashuria jote për të kënduar shqip? Më pëlqen më shumë të këndoj, por për këngët shqiptar sa fillova 2 muajt më parë, se në ato kohë shoku unë isha në dhomë dhe qa po bën për të bëj në Instagram edhe në TikTok. Edhe më erdhi ideja, pse nuk këndoj shqiptar, pse nuk mësoj gjuhën nga këngët.
Dhe në atë kohë unë fillova me një video, mësova një këngë nga Alban Skenderaj, unë besoj ishte Pranvera, edhe ka disa komen atje, pozitiv, edhe e bëra tjetër nga Juli Baka ishte gëzuar Baftiar, se një kërkes më erdhi, edhe ai video e bëri virale. Cili është këngëtari që dëgjon më shumë? Që dëgjon më shumë është Yli Baka, edhe Alban Skenderaj, Alban Skenderaj, edhe të tjetër që këndojnë popullore si Bledar Dapa, Fatjon Dalipi, edhe kush është ajo nga Vlora, Maja Liçkaj, edhe Mariklin Haziza i Gjoj. Po ti në gjokë gjithë nga ju, po nga Veriu nuk dëgjon? Nga Veriu, se për mua, nga Veriu, që është nota, është pak më lartë, edhe kam zëri shumë i vogël, më duhet kem shumë effort për të mësuar. Edhe kam mësuar një këngë, është nga Puka, besoj, është Vendit e Mia, titulli. Por, oh my god, o zoti, është shumë i lartë. Por edhe këndoja një herë nga Kuksi, është Besja Kuksianit. Këndo këtë nga Puka një herë, na këndojmë banë me në tekstin? Jo, edhe në atë kohë se nuk kap notët, unë nuk vazhdoja, por se ishte kërkesa nga shoqja ime të klasës, unë e thash në herën tjetër do ta bëj. Edhe ti duhet të mësosh dhe këngë Veriu, të dëgjosh dhe edhe nga Dibra një apo jo? Nga Dibra pra. Po, do ta bëj. Do ta bësh pra, më premton që do ta bësh. Cila është kënga që dëgjon më së shumti, çdo ditë thuajse? Çdo ditë, për momentin unë dëgjoj çdo ditë nga Yuli Baka shumë këngët, për shembull Baba Tomori, ata popullore, se unë nuk dua të unë dua të bëhem një këngëtar në popullore edhe prandaj unë dëgjoj çdo ditë këngët të Ylit. Çfarë fjale të pisë din shqiptare që e përdor? Edhe në gjuhën time, në anglez, unë nuk flas me fjalën keq, nuk për njerëz në rregull, por unë nuk ndihem mirë. Mirë, nëse ti e thua. Por unë i njoh disa. Për shembull, budalla ose kjo është çfarë? Shumë keq çfshfsh. Por nuk përdor. Cila është fjala më e vështirë shqiptare? Ata është dos mos më ros si edhe si është gossip, tashtëm diçka, edhe gossip në anglisht është gossip, ose backbiting në anglisht, por në shqip është tashtëm. Tashmë. Vetëm tashmë? Tashmë. Jo, tashmë. Shumë i gjatë është, nuk e di çfarë është. Edhe ata fjalë që i fundit kanë shme, mrekullueshme, zakonshme, përgjithshme, dhe ata që kanë y dhe l, se nuk kemi në Indonezi, për shembull yli, për të bërë y shumë i vështirë për mua. Prandaj unë në fillim se uli, vetëm uli. Jo Kim, nuk është uli, yli. Okej, do ta mësoj. Po tani kam mësuar. Ke ndonjë histori qesharake që të ka ndodhur në Shqipëri? Histori, shoku ime më tha disa informacion, për shembull ditë varësit, për shembull në 19 edhe 12 apo jo. Edhe për Ismail Qemali, për Qemal Stafa, për ata socialist, për Enver Hoxha, disa informacion, por nuk jam i mirë në histori, besoj. Okej. Tani do të kalojmë te disa pyetje të shpejta që ti do zgjedhësh. Shqipëri apo Indonezi? Të dyja. Njërën? Të dyja. Okej, për pushime, këtë do zgjidhja? Për pushime në Shqipëri. Det apo mal?
Mall. Byrek apo baklava? Burek. Kafe apo çaj? Kafe. Tirana apo Bregdet? Bregdet kush është? Ku është? Det. Det. Durrësi, Vlora, Saranda. Det. Det. Ver apo dimër? Dimër. Muzik popullore apo moderne? Të dyja, por popullore më shumë. Ylli Baka apo Ervisi? Ylli Baka. Mëngjes apo nat? Nat. Një fjalë shqip që e përdor çdo ditë? Përshëndetje. Që kemi? Një ushqim shqiptar që nuk do të ndërroje me asgjë. Të ndroja më të mirë. Po, më të mirë. Si është? Fasule. Një vend në Shqipëri që çdo turist duhet ta vizitojë. Thet. Thethi është i bukur, të pëlqen ty. Edhe Valbon. Si do e përshkruaje moderatore me 3 fjalë? Moderatorja jam unë. Bukuroshe, edhe klasik, edhe zgjuar, edhe vibe energjik. Energjik, pra. Është i njësh. Njësh, ë? Po, energjik është i njësh. Më duhet të jem si ajo. Klea. Si Klea, energjik, pozitiv, energjik dhe të ndëruar. Po, super. Prandaj e bëra unë. Tani, me që më përshkruajte, edhe unë kam 3 fjalë për të përshkruar Kimin. Është shumë i bukur, është shumë i dashur, është shumë i qeshur, dhe është thjesht fantastik. 4 ishte. 4. Po, e përmbledha, je fantastik, pra. Tani, Do këndoj dhe kërcej. Bravo, nisim. Po. Hajda. I par është nga Ylli Baka, Baba Tomori. Okej, e nisim. Hajde ni. Si një yllin dritur more, lart në qiell shkoi, shënjë të ri e ti o more, o Baba Tomori. O si një yllin dritur more, lart në qiell shkoi, shënjë të ri e ti o more, o Baba Tomori. Ashtu është i parë. Edhe unë besoj ti do shumë Ervis Behari apo jo? Bashk. 1, 2, 3. Ku të zurin na ta mbrëma, hëna moje bukur hëna, këmba këmbes të jam vëna, hëna moje bukur hëna. Hajde bas. Lule moj lule ti, ku humbe nuk e di, beta duke të vritur veç ti shohun na tasu, me tu kam rënë hal, ma fal buzen ma fal, si nuk me të një fjal. Dale, 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 dale moj se më lodhe, dale, 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 dale moj hëna, dale, 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 zemra në tok ma hodhe, unë vetëm të kam. Kam një tjetër. Është për ata që janë Gjirokastra, si është? Hajde, Gjirokastrit. Pa, kam këtë këngë për Gjirokastrit. Hajde Gjirokastra, ju përshëndesim gjithë Gjirokastritët. Gjirokastra ime, fjala mja të këngës, ku dhe guri fleto moj, me gjuhën e zëmrës, me gjuhën e zëmrës, me gjuhën e gjanit. Gjirokastra ime moj, kurore vatanit, nuk ka shqipëria, as bota e tërë, o fike floriri, mbi malin e qërë. Ashtu është. O të lumë të goja mërë ty. Faleminderit. Tani, do na këndosh çuni babit, mashallah. Ha çunin e babit i herë. Çuni i babit apo jo? Po. Është nga Fatjon Dalipi. Nga Fatjon Dalipi që e përshëndesim Fatjonin.
Hoqëni babit mashallah, e ka babi me sevda. Hoqëni babit mashallah, e ka babit me sevda. Hoqëni babit mashallah, e ka babit me sevda. Hoqëni babit mashallah, e ka babit me sevda. Om lindi djale, us gjova shumë, zemra ime po bën lum, e djeli honre zë kanë lëshu, për këtë djal që më kanë linë mu. Hoqëni babit mashallah, e ka babit me sevda. Hoqëni babit mashallah, e ka babit me sevda. Super. Tani, unë të falenderoj shumë që isha pjesë e emisionit Vibe, të uroj shumë sukses Faleminderit dhe shpresoj të jesh po kaq i qeshur gjithmonë dhe shumë faleminderit për energjinë e mirë që më dhe për këto muzika kaq të bukura që na performove. Do të jesh gjithmonë i mirë pritur dhe tashmë ne po e themi prap publikisht, ne të dy do të jemi shok shumë të mirë, të do vizitojmë dhe Peshkopin së bashku. Çfarë do t'u thuash të gjithë shqiptarëve që të ndjekin? Njerëz të dashur, bëjmë pozitiv, mendojmë pozitiv dhe të uroj jetën plot me bekimet, me gëzim edhe të uroj suksese në jetën tuaj. Dhe mbyllja më e bukur? Shihemi. Paçi. E ku ka më bukur që mbyllja e këtij programi të ishte me muzikë dhe kërcim. Ja pra kështu erdhi fundi këtij episodi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni ta ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.